Erion Veliaj fitoi në gjykatë kushtetuese betejën për t'u rikthyer si kryetar i Bashkisë Tiranë, edhe pse ndodhet në paraburgimin e Durrësit. Shumica antarëve të kësaj gjykate thanë se procedura e shkarkimit nga Këshilli Bashkiak deri në qeveri nuk i garantoi Veliajt proces të rregull ligjor, dhe nga ana tjetër, shkarkimi me motivin e mungesës në punë nuk ishte në përputhje me nenin 115 të kushtetutës. Me një vendim në kohë rekord vetëm 3 ditë mbas seancës shtatorëshe të së premtes, gjykata kushtetuese rrëzoi me 5 vota qeverinë për shkarkimin e Veliajt. Kundër kërkesës së kryebashkiakut, votuan 3 gjyqtarë, mes tyre kryetaria e gjykatës kushtetuese Holta Zaçaj. Gjykata kushtetuese thotë se një kryetar bashkie mund të shkarkohet vetëm në zbatim të nenit 115 të kushtetutës për një shkelje të rëndë të ligjit themelor, dhe jo siç bëri qeveria që u bazua në nenin 62 të ligjit për vetë qeverisjen vendore, i cili në të gjitha rastet është thjesht zjatimi i kushtetutës. Vendimi i qeverisë i 25 shtatorit dhe votimi 2 ditë më herët nga Këshilli Bashkiak nuk ka respektuar as të drejtën e Veliajt për një proces të rregull ligjor, thot gjykata kushtetuese. Unanime ishte gjykata kushtetuese kur tha se ka jurisdiksion të plot për të vendosur për një VKM shkarkimi të një organi vendor, se vetëm kështu garantohet autonomia e pushtetit lokal. Zgjedhje në Tiranë nuk do të ketë, pasi edhe dekreti i presidentit Begaj ishte antikushtetues, të cilin gjykata e anuloi. Sipas kushtetueses, ndryshe nga siç pretendoi kreu i shtetit, edhe shqyrtimi i dekretit të presidentit është në jurisdiksion të saj, teksa hodhi gjithashtu poshtë pretendimi se çështja duhet i kalonte gjykatës administrative. Vendimi kushtetueses në favor të Veliajt vjen pas përmballjes mbi shtator në seancën publike të 31 tetorit, ku ishte i pranishëm edhe vetë kryebashkiaku i cili u përball me kryeministrinë dhe presidencën. Njëra që firmosi shkarkimin e tij, e tjetra që dekretoi zgjedhje në kryeqytet. Me argumentimin se nuk u paraqit 3 muaj në detyrë, Këshilli Bashkiak i Tiranës propozoi shkarkimin e Veliajt. Vendim që u mor më datë 25 shtator nga qeveria me firmë të vetë kryeministrit Rama. Mbas vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila i dha të drejtë Erion Veliajt dhe konfirmoi në krye të Bashkisë Tiranë, në burgun e Durrësit ka nisur festa. Mbështetësit e Erion Veliajt kanë hedhur fishek zjarre pranë burgut të Durrësit.